Detajet e reja tronditëse janë zbuluar në lidhje me zhdukjen misterioze të England Koçit, ku për policin pas kësaj ngjarjeje dyshohet se fshihet Armand Shakaj, shoku i ngushtë i 34 vjeçarit. Drejtori i Policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se kjo është një ngjarje e rëndë për të cilën po vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të riut, pasi ka dyshime se ai mund të jetë vrarë. Kërkimet po kryhen në disa zona malore të Tiranës, Elbasanit, Dibrës e të tjerë. Po kërkohet në lidhje me trupin e shtetesit England Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona. Burime bëjmë në dije se pasi i riu humbi kontaktet, familjarët ju drejtuan komisariatit për të bërë kallëzim. Në pyetje u mor dhe vetë Armand Shakaj, i cili përpara hetuesve u shpreh shqetësuar për zhdukjen e shokut të tij, madje deklaroi se England ishte kthyer në Dubai ku kishte qenë me të dashurën e tij. Kjo e fundit ka deklaruar se ka qenë vetëm jashtë shtetit, jo bashkë me Englandin. Të njëjtat burime konfirmojnë se në këtë moment policia ka dyshuar për dëshminë e Shakajt, ku kanë tentuar që ta tharrasin sërish, por ai ishte zhdukur. Në bazë të kamerave të sigurisë, England Koçi duket momenti kur futet në lokalin Armand Shakajt dhe më pas ngjitet në katin e dytë, në një tjetër ambient që përdorte Shakaj për call center. Brenda këtyre ambienteve dyshohet se i riu është vrarë me armë zjarri. Rreth mesnatës Shakaj filmohet nga kamerat e sigurisë, duke zbritur në lokal për të marrë disa kova me ujë. Me pas ai konsumon një kafe dhe ndërkohë fut qeset e zeza të mëdha brenda automjetit. Në ambientin ku dyshohet se ka ndodhur krimi janë gjetur nga policia disa fasheta, pasi dyshohet se England Koçi të ketë qenë i lidhur. Automjeti Shakajt është filmuar në zonën e Ibës ku ka shkuar me karoat rec. Me pas makina autorit është dërguar në lavazh nga kamerieri i arrestuar Enea Zyferi. Madje lavazhierët kanë konstatuar erë të rëndë dhe gjak brenda makinës, pasi dyshohet se trupi ka qëndruar më shumë se 24 orë brenda, por kamerieri i arrestuar tashme u ka thënë se është therrur mish dhe ka kulluar gjaku. Brenda makinës madje është gjetur dhe një lopatë. Megjithatë, policia e Tiranës vijon kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ky i fundit deri më tani rezulton të ketë ndërruar më shumë se 13 numra për të humbur gjurmët nga policia.